Organizon një veprimtari analitike të librit I jap jetë jetës, I autores Vera Çato, me krye protagonistin Dr. Sefer. Një duartoketje të fuqishme për krye protagonistin doktorin eminator Sefer Sheu. Ky organizim vjen nga Lidhja Pegasi Albania, shoqata Alba Access Open, Këshilli Koordinativ I disë shoqatave të trevave të jugut. Njëkohësisht nga degja e shoqatës atletare kulturore Labria. Njëkohësisht vjen nga Kuvendi Salariot në bashkëpunim pa diskutim me Bashkinë me Maliaj. Kryetari I Bashkimit me Maliaj Albert Malaj, shehu I Ormovës Sheh Hysen Ormova, kryetari I shoqatës Tafil Buzi Zoti Bashkim Ibrahimi. Edhe shumë personalitete të tjerë të qytetit të Maliaj, intelektual, shkrimtar, poet. Njëkohësisht kanë ardhur edhe nga Vlora, Zoti Semen Gjekoli, mjeshtri I madh, I cili do mbajë një kumtesë për doktor Çerçizin. Gjithashtu na ndërron dhe një shoku I ngushtë nga Londra ish poetit më falni, enciklopedistit Novruz Sheu. Do haruar qoftë kujtimi tim. Do të filloj programin me një prezantim të vajzave të Qendrës së Kulturës me Malije.
Tarja Këshillit e Qarkut të Gjirokastërës, zonja Anisa Hide. Do vazhdojmë, besoj Kristaq, me një shfaqjen e librit jetës të Verës, të autores Vera Çato. Pra disa kosh, ka dalë nga botimi një libër shumë interesant, me një titull shumë domethënës, I jep jetë jetës, për doktorin Sever Sheu. Autorja e këtij libri është memaliotja Vera Çato, autore e rreth 9 librave, antare e Ligës Ndërkombëtare Perigosi Alban. Kjo është autorja Vera Çato me jetë shkrimin e saj. Ka një domethënie të jashtëzakonshme në lidhje me substratet dhe librat që ajo ka bërë gjatë jetës së saj shkrimore. Ka shumë libra të cilat janë dhe të ekspozuara në ekspozim e organizuar për ne sot. Këtu jepen substrate, pra përmbajtje, njëkohësisht ajo lëvron jo vetëm prozën, po edhe publicistikën, njëkohësisht edhe poezinë. Përveç të tjera, Vera ka botuar jo vetëm në Shqipëri, po ka botuar edhe është pjesëmarrëse e antologjisë Kursi e Hapur, botuar në Brazil në gjuhën portugeze. Shkrimet të ndryshme ka në gjuhën angleze, përveç shqipes, në greqisht, në italisht, edhe në kroatisht, edhe në gjuhë të tjera. Pra kemi të bëjmë me një autore e cila po lëvron shumë gjini apo zhanre të letërsisë. Sukses e Vera. Referencën e parë e takon kryetarit të lidhjes Pegasi Albania, zoti Kristaq Çabani, do të bëjë një referencë për librin monografik Jepi jetë jetës të autores, me një referencë të bukur që sa vështirë është të bësh mjek. Teti Miniera, doktori minatorëve, qendra shëndetësore. Kryepersonazhi kryesor I këtij libri është doktor Sever Sheu, për të cilin unë nuk dua të zgjatem në këtë referencë. Kemi shkruar fjalët më të mira sepse ai e meriton shumë këtë. Këtu kemi, në këtë referencë unë kam përmendur kryepersonazhin, që është mjeku Sever Sheu, njëkohësisht jam marrë me forcat dhe fuqia e tij ekzistenciale, njëkohësisht tregoj periudhën e shumë të shërbimit në qytetin e Memaliaj dhe në mjediset e Memaliaj. Kryepersonazhi mjeku Sever Sheu në qytetin e Memaliaj në një gjysmë shekull, I kthyer në një model dhe pikë reference për mjekët të tjerë. Shtysa, pasqyrimi tipik I profesionit me virtytet, cilësitë dhe karakteristikat më të përfaqësuese, të cilët e kanë lartësuar këtë mjek të kthyer në figurë popullore, shumë të vlerësuar, eksplorues I prakticitetit të profesionit në një vend të vështirë, sikurse ka qenë miniera e Memaliajt. Forca dhe fuqia e tij ekzistenciale dhe jetëgjatësia që paçka se është në moshë në pensionit, vijon shërbesën në rrugëtim të palotshëm ndaj popullatës së qytetit dhe rrethinave të tij, duke dhënë një profil ndryshe. Më vjen ndërmend aforizmi I njohur I William Osler, kur thotë: ka dy lloj doktorësh, ata që e ushtrojnë profesionin me trurin e tyre dhe ata që ushtrojnë me gjuhën e tyre. Doktor Severi I përket llorit të parë, kjo nuk ka kurrë dilemë. Ky mjek I veçantë, të cilin dhe njoha personalisht, nxjerr në parë me vërtetësi të madhe që shprehet në anën e lartë konceptuale dhe të vërtetuar nga përvoja me të fush. Dhe ai është I ri, por ai u dashurua me profesionin e tij tërësisht dhe katërsipërisht, duke shërbyer
në dy sisteme diametralisht të kundërta. Mjeku është profesion veçantë, është një mision human për të realizuar shpëtimin në vendimën për ato që vuajnë nga patologji të ndryshme. Duke bërë këtë përkupizim deri në pak e rëndësishme e përgjithshmja vetë jeta e individit dhe i gjithë shoqërisë. Mjeku është ekuivaltori i gjendjeve dhe iniciatori e ndihmëtari i përmirësimit të çrregullimeve. Doktor Seferi, sikur se paraqitet në këtë monografi, është realizatori i saj. Kjo shfaqet në tërësinë monografike. Doktor Seferi veproi dhe arriti statin sipas thënies së mençur të Ulian Oskar. Mjeku i ri e nis profesionin duke përshkruar 20 ilaçe për çdo sëmundje. Mjeku i vjetër e mbyll karrierën duke përshkruar një ilaç për 20 sëmundje. I tillë është doktor Seferi. Këtu në këtë libër edhe unë kam bërë përshkrimin e profilit të tij dhe ky libër është në dorën e gjithë lexuesve. Unë nuk dua të zgjatëm më tej sepse do flasin dhe miqtë të tjerë, dhe shokët e tjerë, zotrinjtë e tjerë, por do lexoj vetëm një përfundes të shkurtër. Prurja e kësaj vepre me këtë krye protagonist dhe me pasqyrim të qytetit të Memaliajt, minierës e Mërmadhe, qendrës shëndetësore, shton cilësisht fondin libror në këto drejtime kryesore, të cilët i përmendam larg. Doja të përfundoja këtë përsiate të kompozuar ndryshe me një thënie të Thomas Edisonit, e cila ka të bëjë me ardhmërinë në fushën mjekësore. Doktori i sakmes nuk do të jap ilaçe, por do të motivojë pacientët të kenë kujdes për trupin, të mbajnë dietë, të informohen mbi shëndetin dhe parandalimin e sëmundjes. Nuk kam një tjetër veçse të uroj shëndet dhe sukseset e jashtëzakonshme doktorit tuaj dhe doktorit tonë Sefer Shehu. Faleminderit, profesor Kristaqi. Ne diskutohet që kemi dhe doktor. Në Maria i kanë nxjerrë shumë profesione, po sigurisht edhe modele shumë mira. Për të përshëndetur doktor Seferin, me shumë dëshirë do ftojmë një këngëtar, Sokol Lunon, që ta përshëndesim dhe për ta dhënë harmoni edhe fest këtij veprimtarie ose këtij aktiviteti që me modele të tilla është blerë nga pipër me Maria.
Vera, sigurisht që ti je protagonistja. Të ftoj. Është një prototizim që është shumë gjyrësh, që e ka sjellë mjekun me shumë mjeshtëri, shkrimtarja Vera Çato. Edhe për mua është nder dhe kënaqësi ashtu si dhe Vera si qytetare i këtij qyteti që ka bërë një punë të shkëlqyer që do të ngelesh në histori. Vera, faleminderit për librin edhe modelin që keni zgjedhur. Si fillim ju përshëndes gjithëve, është qytetarët mi. Portretizim shumë gjyror i një mjeku. Jeta është një rrugë e gjatë, e cila fillon nga strehë. Vijon në rrugë të përbashka, të panjohura, ku duhet t'i zbulosh me arsye dhe bindje, duke vënë në përdorim sakrificën, dijen dhe humanizmin për të eliminuar pengesat, të cilat hasin në jetë dhe në karrierat tona. Ky leitmotiv për jetën më ngacmoi për të shkruar për një njeri human, i kualifikuar në profesionin e tij dhe i shtuar në karrierën si mjek, i përkushtuar ndaj pacientëve të cilët i trajton me dashuri dhe me aftësinë e tij të veçantë, i nxit të besojnë se sëmundja kalohet, po pate vullnet dhe kuraj për të vazhduar me rigorozitet terapie. Ky është mjeku me emër se Tresheu, një mjek i cili ja ka kushtuar gjithë jetën profesionit të tij gjatë gjithë karrierës. Rrugtimi i tij profesional vijon edhe sot me të njëjtin përkushtim, pa çka nga vitet që mban në shtëpi. Nuk e njihja sa duhej, por kisha dëgjuar për të gjatë bisedave të ndryshme. Dhe më shtua kurioziteti për ta njohur këtë mjek të dëgjuar dhe shumë profesional. Për vijim i njohjes një proces i gjatë dhe vështirë u rit me nis nga fillesa me kaj të mirë. Rasti e dha që ky mjek të vizitonte dhe kuronte nënën time, e cila ishte shumë e smur. Dhe nëse kam thuajse po shuhej, ai si një piktor i mirë, disi t'i vendos ngjyrat në telaj, disi të veproj për çdo sëmundje dhe disi të kuroj dhe të trajtoj me medikamente. Me një kur intestive dhe me kontrolët të shpirtësa që i bënte nënës në ecurinë e sëmundjes, e ndoj që i hapa sapin, sa u përmirësua dhe tash ringritja dhe përmirësimi në nënës time ishte puna e tij profesionale, që nga përcaktimi i diagnosës dhe kurimi terapeutik i këtij
I këtij mjeku specialist, ai me aftësinë e tij arriti të realizonte kurimin e nënës time. Falenderimi për këtë mjek është shumë i madh, i paparashikueshëm. Shem falenderimi, piva një kafe me doktorin për të folur për trajtimin e teshit shëndetësor të nënës. Aty biseda kaloi rrjedhshëm dhe edhe në aspektin e punës. Shkëmbyen përvojat tona ai si mjek unë në botën shkrimore. Në bisedë me të njëra një anë tjetër të tij, një njeri të përkushtuar për punën, human, i ndjeshëm, përjetonte rastet akute dhe vinte shpirtin për të gjetur zgjidhjen e duhur, por shpëtonte jetë njerëzish. Duke dëgjuar shumë fjalë falënderuese nga bashkëqytetarët e mi për punën e bërë ndërlidhur në shërbim të njerëzve, orar pa orar, dimër dhe verë, ditë dhe natë, egzaltohesha, emocionohesha. Për të kohë ndale, ku duhet të ishte në shërbim të njerëzve në shpëtim jetash, kjo më njojë edhe që kishin për të çfarë parasysh tanë. Kur dëgjova ato pak reflime mbi punën e tij, sakrifica, të cilat bënte dhe përjetonte çdo ismu, duke u gjendur pranë pa marrë parasysh as vitet e karrierës që më ndërmjetësume. Vazhdoj më shumë respekti ndaj tij. Ky përkushtim maksimal dhe mendova të bëj një libër të pasuar për portretizimin e tij profesional, një portretizim shumë gjyror, ku as vitet nuk ja zbejnë ato të ngjyrat, por ja theksojnë edhe më shumë. Duke i njohur nga afër, duke zbuluar shpirtin e tij human dhe bukur njëkohësisht, të cilin e pasuronte edhe me lexim, në këtë pikë na bashkoi dashuria që kishim për librin. Portreti i tij më sulmi u rit më shumë. Ky është nga të paktët njerëz human të cilët ekzistojnë sot, dhe që duhet janë shembull për të gjithë brezat e kësaj fushë, dhe më gjerë të njohim humanizmin, dashurinë, mirësinë për punën, për jetën dhe për njerëzit. Për të pistin që i bëne e doktorit, tani kalojmë në një çast tjetër. Ne të lidhjes ndërkombëtare Pegasi Albania kemi një leitmotiv. Jemi të gjithë të njëj, e janë të bashkojnë krahët dhe të fluturojnë së bashku, dhe sot fluturojmë së bashku me kryetarin e bashkisë së qytetit të Memaliaj, Zotin Albert Malaj, duke përshëndetje auditorit. Kemi një kënaqësi besoj si gjithë në qytetin e Memaliaj që jo vetëm që kryetari e dashuron artin, po e falenderojmë për gjithë aktivitetin, kryetarin e bashkisë dhe njëkohësisht edhe Bashkinë Memaliaj, gjithë qytetarët që me këto aktivitete vërtet kulturore ka ndryshuar edhe performanca. Kryetar, faleminderit për gjithë shka që ke bërë për artin. Faleminderit juve. Të nderuar të pranishëm, të nderuar intelektual, miq dhe të ftuar. Është kënaqësi dhe nder të jemi sot së bashku në këtë aktivitet ku i kushtohet jo vetëm një libër, por një jetë të tërë për kushtimi, humanizmi dhe dashurie për njeriu. Libri i jep jetë jetës. I autores së nderuar, Vera Çata, është më shumë se një rrëfim letrar. Është një dëshmi njerëzore, një pasqyrë e shpirtit të mirë që ti të ndriçoj edhe në vendet më të jeta. Krye protagonisti i këtij libri, Dr. Sefer Sheu, është shembulli më i bukur i mjekut, që nuk e njeh profesionin si detyrë, por e njeh si mision. Ai nuk ka qenë vetëm mjeku i minatorëve, por në fakt mjeku i zemrave, një njeri që ka ditur të jap jetës, të jap shpresë, të jap dritë aty ku ndoshta mungonte. Ai ka qëndruar pranë njerëzve të thjeshtë, aty ku jeta sprovoi shumë. Nëpërmjet këtij libri, autoria dhe protagonistja na kujtojnë se jeta ka kuptim atëherë kur ndahet me të tjerë dhe se njeriu bëhet i madh jo nga titujt, por nga dashuria që lë pas. Ky aktivitet nuk është një promovim letrar, është një nderim për njerëzit që punojnë në heshtje, që shërojnë, që frymëzojnë dhe që bëhen shembull për të gjithë brezat. Ndihemi me fat që kemi në mesin tonë njerëz që japin frymë jetës kulturore dhe humane. Faleminderit autores Vera Çata për këtë dhuratë shpirtërore dhe faleminderit Dr. Seferit për shembullin frymëzues që na jep të gjithëve. Le të vazhdojmë të japim jetës
me punë, dashuri dhe me kulturë. Faleminderit. Është një kënaqësi për mua sot, me vërtet, dhe dua trokitit të fakt nuk duhet të mungojnë se me vërtet me Malia i këtë qytet që tani ka kapë dhe sateliti, besoj se bjem dakord këtu. Doktor, faleminderit që na mblodhe përsëri edhe shpresoj që zemrat e gjithë qytetarëve të jenë të mbushur. Sigurisht tani do të vi një përshëndetje e vajzave dhe pastaj do të vi Fredi. Po, vajzat. Kam shumë emocion, hera i me parë, da ty ma mundaj, drita një nga një, unë teza me raj, s'dua të tajoj, kjo ndër filloj, dua sonte me u të njaj, nga zemra kërdi kur dua kaj, brejtëresht një mu. Që kam në jetë, dua sonde me të njaj, nga zemra kërdi kur dua kaj, brejtëresht t'je mu, në sken as që s'mandaj. Sonde, qëri yje ti dua,
Në këto momente japim fjallën shehu të hormonës, shehu se hormonës i cili do të përshëndeti këtë auditor, i cili ka në cilësinë në kryetarit të Këshillit Koordinativ të Shoqërisë Civile të Trevave të Jugut të Shqipërisë. Në mblodhi sot emri i nderuari Dr. Seferi, me librin e bërë nga një poet e femër, që ashtu si shmëshiron dashurin për njeriun, ajo përzgjodhi me këtë dashuri dhe humanizëm të shkruaj librin për profesor, për Dr. Seferi. Çdo njeri është një libër, dhe secili atë libër e shkruan vetë. Çdo ditë e jetës është një faqe e librit. Nëse gaturon një faqe, ikin gjithë libri. Seferi e ka shkruar librin e tij shumë bukur dhe po mbyll jetën shumë bukur. Edhe e meriton që ta ndjekim shumë dhe tia. Seneca është një poet i vjetër i shekullit 6, thotë që ata njerëz që vegetojnë flyn gjumë, do shkruar te pragu derës, ky njeri ka vdekur, por ende nuk është kallur. E sot njerëzit janë të mençur, janë zgjuar, edhe e shikojnë dhe përjetojnë jetën. Ti jesh mjek, nuk është gjë e thjeshtë. Ai doktor Seferi, edhe sot i duket sikur jepet sinjalet që nga galeria e Mirjerës po vjen një aksidentuar, edhe pa gjumë. E ka bërë gjumin copa, sepse kishe mbi të gjitha, kishe shpirtin human të tij. Dhe është për të çuditur që ai mbahet sot edhe ka emrin e gjithë qytetarëve. Luma e njeri që varrin e bën për zgjalljen e shpirtit të njerëzve. Doktor Seferi, këtë varre ka bërë në shpirtet e njerëzve ngelet i pavdekshëm. Kjo është pavdekësia. Për mua është kënaqësi që flas sot, sepse babai tim Shali Ormova ne ka kaluar dashurinë midis dy sheljerëve të Salarit të Ormovës, 7-8 dekada më parë. Edhe mbajmë miqësi edhe sot. E falenderoj doktorin që erdhi që më ftoi për këtë event. Unë falenderoj kryetarin e bashkisë dhe Pegasin që organizuan këtë event, pa që gjithë një gjëra të lumtura, të rrojnë fëmijët të doktor Seferi, të ndriçoftë Zoti siç ka ndriçuar dhe i pavdekshëm me punën tënde, me veprën tënde. Ju falenderoj të gjithëve. Tash i kalojmë në një fazë para emocionante. Në kryetari i Këshillit Koordinativ të Trevave të Jugut të Shqipërisë, të Shoqërisë Civile, Shehu Sem Ormova, përveç si vetarësh dhe studius dhe analist i proceseve dhe fenomeneve që kalon vendi ynë. Ai gjithmonë ne na mëson dhe mësojmë prej tij. Ai tani do të japi një titull doktorit. Doktor Seferi, libja ndërkombëtare e poetës, shkrimtare dhe artistëve Pegasi Albania, presidenca e kësaj libje, Akademia Alternative Pegasiane e Brazilit, Këshilli Koordinativ i disa shoqatave të Shoqërisë Civile të Jugut të Shqipërisë, i jep çmimin më lart Pegasian të karrierës, doktor Sefer Shehu. Mjek minatorëve, me Maria i Gjirokastër Albania,
Albania me këtë motivacion për kontribut mbi 5 dekada në fushën e mjekësisë, për mirë shëndetin e mirë trajtimin njerëzor, duke konsideruar mjekësinë si një art i veçantë kurativ për shërbes dhe etik të lartë profesionale, duke dhënë jetë jetës. Presidente e Akademisë Alternative Pegasiane Brazilit, profesor doktoresh Magna Spasia Fontenelle. Me respekt dhe nderim, i dhurojmë doktor Severit këtë certifikat me njohje dhe i uroj atij japë Zotit dritë në jetën e tij me familjen e tij, qofshin trashëgimtarët e tij si ai do të ngelur pa vdekshëm. Faleminderit doktor. Ju falenderoj. Falenderoj Sali. Kemi fëmijë aty në salë, kemi brezin e moshuar 19 vjeç. Leq dhe plaka. Kemi rini të nderuar, kemi intelektual, kemi përfaqësues në bashkia që mirë ka organizuar këtë koncert ka të madh për mua që ke shumë domethënë. Unë falenderoj të gjithëve. Ju falenderoj. Kalojmë dhe një fazë tjetër emocionante. Këtu midis nesh ndodhet në kryetari e Këshillit të Qartë të Gjirokastës, Zënysha Anisa Hide, e cila do të japi mirënjohjen e Këshillit të Qartë. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi për ne që të japim titullin mirënjohje për kontributin e tij të vyer në shërbim të njerëzve duke nderuar profesionin e mjekut me përkushtim, humanizëm dhe dashuri për komunitetin. Faleminderit doktor dhe ju uroj jetë të gjatë. Lejo që të shpreha urimet më të mira edhe nga zonja ministre Mirela Kubarov, në pamundësi për të qenë prezent në këtë moment. Faleminderit. Kryetari faktikisht përveç që në kryetari s'ka në këtu, ka dërguar dhe këshilltaren Julia për këtë, lexoj mirënjohje të lutem. Është kënaqësi që jemi këtu të gjithë bashkë. Jepi jetë jetës, mendoj se i ka thënë të gjitha. Për kontribut të vyer në shërbim të njerëzve, duke nderuar profesionin e mjekut me përkushtim, humanizëm dhe dashuri për komunitetin. Faleminderit. Faleminderit, doktor t'i gëzosh. Dhe pas këtij momenti që është shumë kulminant, kam kënaqësinë të ftoj një mik të qytetit me Malije dhe na ka nderuar madje në të treja vitet që kemi bërë me iniciativën e kryetarit të bashkisë zoti Albert Malaj me Malije në Thret, ka qenë një aktivitet që do vazhdoj të jetë me një titull kaq të bukur. Sot ndodhet tu një mik, po pa diskutim që në këtë gjysmë shekulli të punës që ka doktori, ka diskutim që janë jo vetëm qindra, po mira njerëz që kanë takuar doktorin dhe kanë kujtime. Nga Sejmen Gjokoni, mjeshtri i madh, do të referoj se për shembull një gjenda e gjallë e mjekësisë me Maliote. Mirë se erdhe zoti Klemen. Në fakt që një ditë pushimi, siç është e shtuna, të mbledh kaq shumë njerëz në sallë, vetëm një njeri i veçantë, një njeri human, një model njeriu, siç është doktor Seferi, mund ta bëj këtë gjë. I nderuar kryetari i bashkisë, i nderuari Shehu Hysén Ormova, të nderuar të pranishëm, më lejoni që të lë për te nostalgjin që më krijon kjo prezencë me ju, më duket sikur këtu
shikoj të 3.000 punojësit e minierës, minatorët, inxhinierët, gjitha të arabë që jep të jetë këtij qyteti, e që ndërkohë që inxhinierat apo ekonomistët e të tjerë ishin të shumët, mjekët ishin të pakët. Dhe sa më tepër, pastaj kur vim tek mjekët e minierës. Unë këtu shikoj doktor Qerqizin, këta ishin një skalion tjetër, shumë i rëndësishëm. Por, qendra shëndetësore e minierës ishte një tjetër gjë, sepse duhet përballonte një ngarkesë të jashtëzakonshme, sepse rregulli e kishte që edhe me 37 të ishte temperatura, nuk duhet të lejoheshe të futeshe në tokë. Dhe merreni me mend se çfarë ndodhte në ata të 3.000 vetë që nga sektori tretë deri në Sana e Ndanaj. Kështu që doktor Seferi është njeriu që ka mbetur si një institucion sa human edhe shpirtëror. Human për shkak të profesionit, shpirtëror sepse ai përtej profesionit mbetet një njeri shumë tradicional, një njeri me një botë madhe kulturore, artistike, të një trashëgimie si një ind i rëndësishëm që vjen nga Saleria e nga Labria. Sot, ky promovim që bëhet në kuadrin edhe të muajit të librit, kështu i thonë tani, është një gjetje e bashkisë qytetit, ashtu si që kjo bashki ka kohë që ka gjetur drejtimin e duhur për t'i dhënë këtij qyteti, me ato mundësit pakta mbase materiale dhe financiare, por për t'i dhënë diçka shpirtërore dhe për t'a bërë sa të mund të jetueshme që ky qytet, ky emër, mos të mbas në histori. Profesor Kristaqi më tha që t'i referohem materialit që unë kam bërë dhe që është pjesë e librit. Por unë zgjodha më mirë të them 2 fjalë të tjera, sepse këto janë në libër. E një libër ka 2 kolona, pra që është autori, është procesi i krijimit, po ka edhe kolonën tjetër, sidomos në raste monografish, që është heroi apo personazhi kryesor. E ndërsa më të parën, unë do të uroj Vera Qaton, të bëjnë Aziz Gjonit, të këtyre njerëzve që nena janë ngulitur në mendje për shkak të historisë edhe të burrërisë së tyre edhe të kontributit të tyre në këtë qytet, unë do ta falenderoja jo vetëm se ka zgjedhur një personazh shumë interesant, që është enciklopedi më vete, por që më ka bërë dhe mua pjesë të këtij botimi, sepse jam i sigurt që mund të gjendeshin dhjetra të tjerë personel, inxhinier, teknik, që do t'i përgjigjeshin me njëherë për të thënë qofte edhe 2 fjalë për doktor Seferi. Së dyti është personazhi, është doktor Seferi, që këtu na shfaqet me një pjesë të madhështisë së tij, sepse e vërteta është që ashtu si tha Shehu, Shehseni, që çdo ditë është një libër, është një shkruhet një faqe, doktor Seferi ka shkruar mira faqe, i pa lodhur, i kudo gjendur, nga njerëzit më dinamik që unë kam njohur në këtë qytet. U thot, nesër jam në seminar në Durrës. Prandaj, u dua fix këtu në orë
e caktuar të mëngjesit. Pa tjetëri thamë këto. Ishte përveç doktoreshës, pra bashkëshorët e stimet e UTA, ishin edhe disa infermiere që shërbenin. Të nesëme, lento këtë punë. O, infermieret, më keq mjetë janë. Kjo vajti dhe një gjysmore a më shumë, 20 minuta më pas. Kur vetët e puna shikon, ato infermieret rrinin, i kishin hejtë për parë se dhe parë dhe rrinin atë në fund shkallëve. Po ju dhe, qarë? Në ka ndjekur doktor në shpi. Po pëse më ka ardhë doktori, a i do i të në turës. Ju në natës doktori ka ardhë, edhe vajti dhe kjo. Sa u fut, ikë dhe ti, me shoqë, hajë, i qëtë duzë. Dali të qartë, si më qartë, ku vini, si u thashun tjenë? Po pëse unë doktor, ne e kemi fajnë? Po kush e ka? Po e kini ju, që ta do ikë në durës edhe s'kini iku. Durës. Akë me se gjemro gjikës si ta. Lere se e bashkë të punë. Tua ju dhe atyre tjera me të veshin bluzat e të flojnë punë. Ky ishte, është dhe do tjetë doktor Sefer Shehu. Jetë i gjatë doktor. Që bëtë për me afërim për doktor Sefer Shehu. Ne falenderojmë si hidhjet të gjitha ata të cilët mundësuan dhe shkruan për doktor Seferin në këtë libër i jep jetë jetës, duke filluar nga inxhinier Martin Cukalla, e nga gjithë ato infermieret, edhe nga i aktori i qytetit Memaliajt. Dhe në këto momente, vajza? Po, ta zbukuruam një qik ambientin. Vajza. Dhe pasandaj të përgatitet një mjek i nivelit të lartë, një poet i jashtëzakonshëm Çerkis Miftari. Pas të tonisën për lala
është një kënaqësi për mua. Unë që e vogël kam nisur të shkruaj, po nuk dija se çfarë shkruaja. Sigurisht që këtu mes nesh, ai është përveç se është doktor, por është edhe poet. Doktor Qerqiz Meftari, është një kënaqësi, mirë se erdhi zonja ministri. Të nderuar të pranishëm, ky moment nuk është vetëm letrar o artistik, si që dhe kryetari bashkisë, por është për të respektuar, për të vlerësuar punën e një mjeku humanitar që i ka shërbyer dhe i shërben edhe sot në moshë pensioni dhe me shëndet ai të mirë, sepse ka vendosur një unaz në koronaret e zemrës, doktor Sefer Sheu. Unë me te nuk janë vetëm kolegë, por dhe mik familjar. Kjo miqësi e lidhur në përmjet një kushërinit tim, Hakim Faik Beizi, që janë në gjanak me doktor Sefer. Jo vetëm ka, por në lidhur dhe aktiviteti letrar me mjeshtrin e madh në Vrus, Gjafer Sheu, dhe ka shokën e tij, Elia Sheu, me të cilën kam punuar gjithë jetën në spital Poliklinikën e Memalias. Doktor Seferi ka qenë, është dhe vazhdon një mjek i përkushtuar për mjekësinë, me aftësi të nivelit tamam bashkohor për kushtet e Memalias. Ai me një intuit ka përcaktuar shumë diagnoza të vërtetuara në institucionet tona të Tiranës. Doktor Seferi për mua, si mjek i familjes, më ka shërbyer dhe më shërben sikur më ka vëlla, jo kolegë, dhe po përmend një rast të rarë në periudhën e pandemisë të COVID-19, unë dhe bashkëshortja ime. Unë së murë, rrëdhë, në pruri ambulancën për mua të shkoja në Tiranë, e refuzohë. Për arsye sepse sa do të bënte shërbimet dhe që mu bë, këtu në Memalia që njifim prej shumë vitesh, nuk të përmbesh në Tiranë. Aqë të tjetër se Tirana ishte ngarkuar te i masi nga të gjithë trevat e Shqipërisë. Dhe më kuruan, më bën një përjashtim, që ua kam për me njohë të rjetën. Më hapën kartel klinike, si kur jam shtruar në spital, dhe më prunë të gjithë medikamente, antibiotik, vitamina, kortizonik, serume, gjërë dhe oksigen, dhe një infermiere, Jonida Luka, që më ka shërbyer për çdo shqetësim që kam patur. U jam mirënjohës dhe ju të falenderoj të gjithë. Të falenderoj doktor për fjalët tuaja të zjarta dhe fjalët profesionale që ju thatë për kolegun tuaj. Unë do dëshiroja që nga ju të thuajë ndonjë pasazh i vogël poetik, me që se jemi dhe në muajin e letërsisë. Këto ditë doli nga shtypi revista Polarç me përkushtesë doktor Sefer Sheu, votimi lidhjes ndërkombëtare Pegazi Albania. Dhe tani do të kalojmë një skicim të shkurtër, është fjala për një stilolapsi i cili është shkruar nga poetja Jone Keleda Fezi. Faleminderit gjithëve, mua është emocioni shumë fisht. Doktor Seferi është mik i babait tim, babai i shoqës time të ngushtë, lindës. Njëkohësisht është vllai i mikut tim, poeti të nderuar,
të ndjerit nga Vrut Sheu, ku më rgjedhur në vështirësitë e jetës time, dhe më ka mësuar se çfarë është letërsia, dhe njëkohësisht për mua është në themeli kryesor i çdo familje ka qenë mik i gjyshit tim Izet Fejzon. Rrugës një mëngjes, kur udhëtonim bashkë me lindën, ki doktori kishte fjetur në Tiranë, edhe në makinë sigurisht që fëmijët gjithmonë kanë çikndrojnë deri ndaj gabimeve që mund të bëjnë kur është sidomos prindi në makinë dhe nuk flet shumë fjalë. Edhe për ta zbutur çika të i them doktor, na thonë një gjë nga rruga e gjatë e jetës tënde. Edhe më shikon kështu, po çfarë të tregoj? Ja, kur dolim te kafja po flasim. Unë thot më duket sikur kam takuar shumë breza, po duket një jetë shumë e gjatë, po ajo që unë ndjej duket sikur kam një jetë përbashkët me të gjitha ata, i quaj familjen time. Edhe papritur hesht matet dhe fut dorën në xhepin e ditë majt dhe nxjerr një stilograf. Thot, Ngelen, a e di ti ku gjë është? Thash, jo, nuk e di. Edhe më thot, këtë stilograf e kam nga gjyshi jot Izet Fejzon. Ma ka lënë dhe me letër të, edhe marrë dhe letrën edhe hap. Tani, e kam kujtim, thot, që nga viti 2014. Unë mendova se doktori do ta kishte anashkaluar një veprim të tillë se kush nuk i falte çdo gjë doktorit. Madje kemi dëgjuar dhe histori shumë të brishta për doktorët. Por ishte figurë që Izeti, më thotë, edhe e ngre pak sa zërin për të kuptuar që njerëz të tillë e kanë frymëzuar edhe profesionin, po edhe modelet e qytetit me Maliej. Doktor Seferi e them të ishte doktori që mbajti gjyshin tim 97 vjeç, gjallë, e hoqi shkopin kur ishte 70 vjeç, dhe besoj se këtu janë gjithë dëshmitarë qytetit. Edhe e falenderoj shumë sepse doktor do të thotë shumë vlerë humane. Janë me vërtyte njerëzore që rralli gjën sot në kohën e sot me modele të tilla. Por mbi të gjitha doktori nuk ka nevojë për ceremonira. Ai është shumë i thjeshtë dhe ne e njohim gjithë. Njerëz me tillë, jo vetëm që në qytetin e Memaliej, po edhe për vendin, ka shumë pak besoj. Unë jam shumë e lumtur, jam krenare ashtu si dhe ju, që një model të tillë doktori vazhdon të na japi dhe sot, me vetëm me familjen e tij dhe nuk e lash pa haruar, pa diskutim. Mbas suksesi i themi ne të çdo burri ka një grua, dhe ajo është zysha ime Eleni Sheu. Faleminderit. 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 Doktor, mund të uroj vetëm shëndet, edhe të uroj sa më shumë ta shijosh tashmë kohën tënde, se me këtë ceremoni është vetëm ditëlindje, por është edhe festë për gjithë qytetin, edhe na ke dhënë një objekt shumë të mirë për modelin, dhe uroj që të gjithë kolegët, si të kanë respektuar, të akthesh po kështu në ditë të mira. Faleminderit për na jep modelin që na jep doktor Seferi Sheu. Mund vish ja dhe stilografi. Ne faktikisht edhe në libër kemi shkruar gjëra shumë të bukura për doktor Seferi. Unë do të përmend vetëm një pasazh para se sa të sill këtu një përfaqësuese tipike të shefit shqiptar. Mëngjesi në qytetin e rrethuar nga Vjosa. Po ajo fillon një ditë e re. Fillati mëngjesi duket sikur i përkthen fytyrën shprehse. Një fytyrë tipike labi, madje dhe me diptik të fiksuar të mërore. Shquen me fizionomin e tij dukurit inteligjente. Mbi qytetin e Memaliejt fillon të rrezollojnë rrezet e lor. Vjosa gjarbron me shkatësinë e saj ullore dhe ushqimet e saj duket sikur flasin me pianon dalmi, madje me pianonin karakteristik shpirtëror. Kafi e horizonti aq rëndësisht, pa përdorur aftësinë e saj alteruese. E ruan tokën nga alterimet Vjosa. Duket sikur me këtë tokë ka një kontratë të përjetshme jetese dhe bukurie. Memaliej dhe Vjosa. Vjosa dhe Memaliej një harmoni e spikatur e natyrës. Çdo ditë doktori e pi kafen e mëngjesit me bashkëshorten e saj Eleni, dhe kështu doktori do ta pi
gjithmonë kafen e mëngjesit, këtu në memalinë e tij 10 sheku. Në këto momente ftoj këtu Ministrin e Arsimit të Republikës së Shqipërisë, deputeten e qarkut të Gjirokastrës, që është edhe krijuese, zonjën Mirela Kumbar. Unë në fakt sot kam ardhur si një vajzë e këtij qarku, as si ministre, as si deputete. Kam ardhur si një njeri me një fat shumë të madh që puna dhe jeta që unë bëj për 12 vjetësh në këtë qark më ka dhënë një shans të jashtëzakonshëm që të njoh nga afër doktor Seferi. S'kam asnjë lloj merite për gjithë gjërat e jashtëzakonshme njerëzore, të personalitetit njerëzor dhe profesional të doktor Seferi, nëse spaletat që mbajnë ose që më ka dhënë qeveria më dhanë dhe privilegjin që të hypi në skenë, se nuk shoh në një arsye pse duhet të hypja unë, por le ta themi që është një mundësi shumë e mirë për të thënë që pasuritë të tilla njerëzore si doktor Seferi, jo vetëm për Memalien, jo vetëm për Tepelenën, por për të gjithë qarkun janë në nder, dhe unë do vetëm dua ta falenderoj personalisht për 2 gjëra. Doktor Seferi, shumë faleminderit për gjithë këshillat që më jep rregullisht. Më çon në telefon edhe kur bëjmë një gjë mirë, i ruaj me shumë merak, dhe falenderimin më të madh, dhe pse këtu bashkohem me gjithë, shumë faleminderit që ke zgjedhur me gjithë mundësitë që mund të kesh pasur në jetë të jetosh këtu në Memalia, dhe besoj që këtu një merit të jashtëzakonshme e kam edhe unë. Faleminderit të gjithë.
Përmet Beqi, i cili do të përshëndesi këtë auditor. Urdhoni fjala për ju i nderuar. Përshëndetje të gjithëve, nderuar Ministri i Arsimit zonja Komarova, nderuar kryetari i Bashkisë Albert Malaj, të nderuar pjesëtarë të Pushtetit Qendror dhe Vendor, miq të ftuar, i nderuar mikuin përfaqëson shoqatën Pegasit, për mua është kënaqësi ndër i veçantë të jem në këtë aktivitet kaq të ngrohtë këtu së bashku, ku nderohet dhe vlerësohet puna e një njeriu që gjithë këto vite, jo pak vite, i ka shërbyer jo vetëm këtij komuniteti, por gjithë komunitetit tonë të Vilenës. Kënaqësi dhe privilegj të jem së bashku këtu, doktor. Unë dua të falenderoj nga zemra edhe autoren, Vera Çaton, që ka ditur të vlerësoj dhe të nxjerrë në pa vlerat dhe jemi krenar për gjithë këta bijë dhe bijat të Vilenës, ku me punën, me mundin e tyre, i ka shërbyer mbarë komunitetit jo vetëm të Vilenë, por në gjithë qarku. Doktor, kënaqësi për mua personalisht, të uroj gjithë të mirat dhe si që ka shërbyer e tha edhe ministria, si që ka shërbyer, inshallah në tjerë bazlurëve tuaj të shërbëjmë më mirë komunitetit tonë për rregullueshëm. Faleminderit. Nuk ka kënaqësi më të madh, besoj se prindrit e din kur mbasi doktori vjen një doktor. Doktor, më lejo të prezantoj djalin tuaj, Armand Çemu. Vetëm përshëndetje, Armand është kënaqësi për mua. Shikon, figurat me Maria nuk kanë të mbaruar, të nderuar në të gjitha fushat. Doja të shpreh një falënderim edhe mirënjohje për të gjithë ftuarit në këtë aktivitet për nder të babait tonë, nderuar kryetari i bashkisë, nderuar zonja ministre, nderuar deputet, nderuar pjesëmarrës, që keni ardhur në këtë aktivitet për nder të babait tonë. Kuptohet emocionet janë prezente, fjalët e mia janë të tepërta në këtë moment, sepse flet prezenca juaj në këtë sallë. Unë do të thosha diçka që në këtë udhëtim profesional dhe njerëzor, prej 54 vitesh që ka babai në këtë qytet edhe në këtë treg, sigurisht që frymëzimi dhe kuraja ka qenë e njerëzve të kësaj trege. Domethënë frymëzimi dhe motivimi i tij ka qenë dhe e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite. Do t'i them diçka babait, mos t'u shteroft kur fuqia dhe dëshira për t'i shërbyer këtij populli të jashtëzakonshëm. Të parën që do të ftoj, për të thënë dy fraza të forta, është bashkëshortja e doktorit Suza Eleni. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë aktivitet që na kushton të mëson. Dhe bashkëshorti si dhe kam qenë dhe jam akoma për mësuesin, do t'i shërbejmë deri në fund të këtij komuniteti. Sepse çdo faleminderit është një të rëndësishëm. Dhe shumë faleminderit. Faleminderit të Suza Eleni. Janë shumë të harta të dalë nga një shpirt shumë i pasur. Faleminderit. Është kënaqësi për mua që marr pjesë në këtë event, në këtë qytet kaq të varfër, dhe një falënderim veçantë kam për kryetarin e bashkisë me Marie, dhe sa të pak mundohet të rinjallë këtë bashki dhe këtë qytet. Falenderoj doktor Seferi, unë nuk kam punuar me mirë, por kam dëgjuar shumë për doktor Seferi. Gjithashtu dhe autoren e librit, Vera Çapa, përgëzoj për këtë temë që ka zgjedhur jetë të jap jetës. Është vërtet një titull që i takon doktor Seferi. I uroj shëndet dhe jetë doktor Seferi dhe mbarësi gjithandej familjes tij. Faleminderit. Dua të flas për doktor Seferi, doktorin ton të minjerës, njeriu ton të familjes, nga ka shërbyer me devotshmëri, është një shembull frymëzimi për neve
Ashtu si kurse ai i shërbeu këtij komuniteti, edhe ne duke marrë shembull nga ai, t'i shërbejmë këtij komuniteti me atë fuqi dhe me atë devotshmëri që shërbeu doktor Sefer Shehu. Faleminderit doktor. Nga mundësia dhe privilegji të punoj me doktor Seferin. Nga doktor Seferi mësova jo vetëm profesionalizmin, por edhe se si të jem një familjare e mirë, një nënë e mirë dhe një grua e mirë. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj jetë të gjatë doktorit, në krah të ketë Lenin, sepse gjithmonë pas një burri të suksesshëm, është një grua e suksesshme, dhe gjithë familjes doktor Seferi. Ju përshëndes dhe juve që ju shërbeha për 10 vjet dhe ishin vite në kukat dhe jetës time. Ju përqafoj të gjithën dhe ju uroj Seferi jetë gjatë që të shërbej akoma këtij qyteti që është aq i mrekullueshëm. Faleminderit për fjalët tua Sefer, në këto momente japim fjalën doktor. Falenderoj më shumë, 11 vjet kam punuar me doktor Shtehutën. Mos bëj veçime të tilla. Jo, do ta bëj, e kam bërë. 11 vjet kam punuar me një dhe kam meritë certifikatën. Se më shkel sy në moment kur na të ytë. Po me problem tjetër apo. Faleminderit, te uda është një pjesë e gjeopolitikës. Doktori falenderon të gjithë bashkëpunëtorët, të gjithë kolegët, të cilën brenda 20 shekullit të tyre ka punuar me ta. Ky është doktor Sefer Shehu. I nderuar kryetari i Bashkisë me Malijaj, zoti Albert, e nderuara shkrimtare dhe të nderuar pjesëmarrës. Sot më duhet flas para këtij auditori të nderuar në emrin e nipërve dhe mbesave të doktor Seferit, që jemi 50 të tillë brenda dhe jashtë vendit. Duke përshëndetur atë në emrin e tyre, për gjithçka i ka bërë dhe ka arritur në jetë. Dajua gjithmonë mbetet institucioni i rëndësisë veçantë. U shkon në Dajo, jesia është ndryshe nga vendet e tjera, sepse aty për gzelitë dhe dashuria nuk njohin kufi. Kur je i vogël dhe shkon në Dajo, të duke vetja i madh, kur je i rritur në Dajo ti je i vogël. Ne librit e tij gjithmonë kemi qenë dhe jemi krenar me Dajon tonë, Seferi. Ai ka qenë pikë referimi për ne. Kur ne kemi patur nevojë për të, ai ka qenë gjithmonë pranesh, pa u kushtyr. Në qoftë se jemi këta që jemi sot në jetë, një merit pa diskutueshme ka ky burri, që përshkruan plot vërtësinë në librin e saj, i jep jetës shkrimtarja Vera Çato. I tillë është Dajua ynë, Seferi, një jetë në shërbim të njerëzve, në një qytet ku i njeh të gjithë banorët e tij pothuajse personalisht. Alo, doktor. Po, Seferi jam, doktor. Po, erdha. Dhe pavarësisht sa është ora, ditën apo natën, pjeshi apo të bordë, është motja karta apo bëmvap, a i qohet. Në çantën që mban gjithmonë gati dhe shkon atje ku lufton vdekja me jetën, ku ka nevojë për ndihmën e tij. Një jetë në këtë qytet, midis këtyre banorëve të mrekullueshëm që janë të lidhur fort njëri me tjetrin, ku respekti ishte reciprok. Faleminderit Dajo Seferi. Ne jemi krenar me ty për gjithçka ti ke dhënë shoqërisë të jetën tënde. Faleminderit të gjithëve që na keni nderuar sot me prezencën tuaj në promovimin e librit I jep jetës të autores Vera Çato, kushtuar Dajos tonë Sefer Shehu. Faleminderit. Faleminderit. Sigurisht në 54 vite punë, sikur 54 njerëz të kishin takuar, nuk do dilte ora. Unë kam një detyrë shumë të rëndësishme tash në fund për të falenderuar, po gjithmonë se punë do dhis pa haruar emra, duhet të falenderoj një gjithë pranishme dhe gjithë qytetin me Malijaj. Kudo që janë, shëndet. Falenderoj gjithë ju që jeni prezent, që dëgjuat të fjalë kaq të bukura dhe modele
që të shpërndaheni në përbreza fjalën e mirë edhe shembujt e mirë. Falenderoj pa diskutim kryetarin e bashkisë zoti Albert Maraj që nuk na ka përsyer gjithkohon për aktivitete të tilla, por edhe për problematika gjithmonë jemi pritur edhe dëgjueshëm mirë dhe pa diskutim bashkëpunim me Bashkimin e Maliaj me të gjitha shoqatat. Pa diskutim në fund është edhe autoria, miqt, kolegët, urdhron e Keleta. Faleminderit. Për mua është një nder, ka qenë dhe do të jetë gjithmonë që jam vajzë e këtij qyteti dhe sigurisht nuk është se jam rastësisht këtu, ne folëm fjalë shumë të mira për gjithë familjen Shehu. Kristaqi do të lexoj një gjë për poezinë, është gjithmonë i papërpashëm zoti Kristaq Shabani, nuk e njeh kohën. Doktori Mertje Maratonomake e ndezi pishtarin e jetës në rendit të pakufishme për shpëtimin e jetëve të qenieve njerëzore. Koha duket ikën shpejt për doktorin. Mosha nuk njeh kufij. Pensioni mbetur një numër, misioni i tij vjon deri në fund në shërbim të qenies për t'i dhënë më shumë oksigjen jetësore. Dhe ta tonë për të bërë përfyve. Me këngën e mbyllim dhe gjithë aktivitet, takoheshim për aktivitete të tilla, takojmë në kontinent, bëjmë fotografi, përshëndetemi dhe faleminderit shumë për të gjithë vëmendjet dhe përkushtimet tuaja. Faleminderit Beni, faleminderit vajzave. Se ajo, mi amore, nuk e do, më kryero, se të zemrën njën, e si shkretani, se ajo,